the glamour or fame. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Viprum, flasim sot për Bleonën. Është ndërkombëtaret mund të themi më aktive në rrjetet sociale. Zakonisht ndan postime që lidh me veten dhe mënyrën e saj të sjellurit, jetuarit apo vepruarit. Këtë herë ka zgjedhur të postojë një foto në të cilën shfaqet me pa grim, pra dhe pa filtra, në të cilën shkruan se kur je i lumtur nuk ke nevojë për të vendosur filtra në foto. Kështu thot Bleona, e rëndësishme është që Bleona është e lumtur. Pra aktualisht ndodhet në St. Barts me pushime dhe ndërkohë, edhe pse kanë kaluar plot 2 vjet nga ndarja e Bleonës me ish bashkëshortin e saj, Gani Bardha, ajo shprehur gjithmonë se kjo ishte dashuria e saj më e madhe e jetës. Jo vetëm kaq, pasi në intervista të shumta ka shtuar se Gani sërish do të mbetet si familje për të. E po duket se ka ardhur koha që dashuria e saj më e madhe të ecë pak përpara, duke u përfshirë pra në një lidhje shumë serioze, një marrëdhënie tjetër. Ai ka festuar 40 vjetorin e bukuroshes amerikane, pra me të cilën mësohet se është lidhur me një modele Gani. E ka bërë publike lidhjen e tij të re nëpërmjet fotove të postuara krahas saj pra në rrjetet sociale, ku miq të shumtë kanë uruar çiftin me komente. Bëhet me dije pra se lidhja është në një stad shumë të avancuar, me dyshen që aktualisht bashkëton. Nuk dim se Bleona po i bën gjithë këto deklarata mbi të qenurit e lumtur sepse është vërtet e lumtur apo sepse nuk do të tregojë të kundërtën pra. Nuk e di mende, por që gjithsesi presim. Kjo është gjithçka për sot. Unë jam Kelvi dhe ky është Viprum.